Nderuar kolegë, besoj që të gjithë kem dëshmitor që u dasht me prit, me po kush prej qeverisë, po del me prezentu këtë pikë edhe qëndrimin e qeverisë për këtë vendim. A dini pse? Se ju vjen morre. Ju vjen morre qeverisë, ju vjen morre Albin Kurtit, se 20 vjet ka gju gur, e ka kollë këtë vend, jenë shku njerëz në burg, jenë shku themelus dhe vendosjes në burg, me qëllimin që do të me shu Agjencinë Kosovare të Privatizimit. E sot, mas 26 vite, e bjen Kuvend Kosovës me emnu bordin e drejtërve të ri. Pse nuk u shu Agjencia Kosovare e Privatizimit? Qysh ndihen themelusave të vendosjes sot? Qysh ndihen ata aktivistat devotshëm sot? Për shtaj vjen morë Albin Kurtit, i vjen morë ministra vti edhe dohet Elbert Krasniqi, që s'ka të bëj me vendosjen, me dol, me prezentu. Që çfarë niveli, çfarë stote. Duhet me reflektu se cilë deputet, edhe nuk duhet me votu. Po sinqerisht ata deputet që janë prej themelimit, edhe që janë shku në burg, këtë kauzë që përdek... Zotit Ajri Vishpak, se kam një pyetje për ty. Po. Kur i drejtohesh që çfarë niveli, a mund është më të regu për çka e ki fjallën, sepse nëse ti i thu ministrit që çfarë niveli, mendoj që kjo është fyrje. E kam fjallën, faleminderit për mundësin më sharu, faleminderit kryetare për mundësin më sharu. E kam fjallën për nivel që mos me pos konsistencë në kauzë. Do më thonë, me i fitu votat edhe me morë mbështetjen popullore të u thirë me imbrojt asetet shtetnore, e kur vjen pushtet me vazhdu avozin, edhe ma dëmshëm, edhe ma abuzus, se so që e ka sulmu. Pse për e thëmë këto? Merë një këshën një antort e propozum, 3-4 për i ty një i kinin procedur penale për korupcion, edhe kishë përdërim të pozitë zërtore. Që për qëtë nivel po flasë shryetore. Jam të furë për këtë nivel. Pro është dit, edhe është moment që shumë sakt e kallëzën ftyren e vërtet Albin Kurtit, edhe të kësoj klose politike, që bojnë gjithë shka për me fitu votat, e kur vinë pushtet, gjitha shëndrimet i ndryshojnë, gjitha kauzat i djegun, edhe nuk kanë idealizëm të sinqert për institucionet e përvenit, po veç qëllimin e kanë me abuzu, me i përdur për qëllimet tyne personale, edhe me shkatru e me varthmu këtë popull që shenë të bëjë gjithë ditë. Pro, sot ju bëj ftes deputetve të vendosjes që janë prej themelimit edhe që kanë qenë idealista konsistent, mos me votu. Mos me votu edhe me kundërshtu, mos zushëm se sa une, këtë qosje edhe këtë qëllim e këtë propozim që nga ka ardhë, po më nej që mas shumë ti kanë me reflektu qytetarët e Republikës Kosovës edhe kanë me ndëshku me votë.